Mbi çfarë drejte quhen toni njerë këtu thot qysh diaspora po voton s'voton. Po mbi çfarë drejte ti pithu dikoj në zhva mënyrë? Në zgjedhje lokale, ku ti zgjedh kuvernët komunale, zgjedh kryetarin e komunës e tjerë, diaspora po të thot, shumë thjesht, ti je në Kosovë, ti je në qatë qytet, ti zgjedh kryetarin tanë, ti zgjedh kuvernin tanë, kryni do punë shtëpisë që pari, kanalizima si sene, rrugë edhe me tjera s'ju përzijem se ju një të jetu. Po kër po vi zgjedhje parlamentare, ata pa të thujnë shumë qartë me drejt, thujnë ka dalë, se dhe na kena hisi këto më shumë, neve na e dojmë Kosovë, na dhime Kosovë, i bestojmë Kosovë, jetojmë për Kosovë, kena madhë për Kosovë, edhe normalisht ata vendosin me drejtën e tyne qysh dojnë, është drejtë e tyne së një mohon kërkosh. Edhe absurd është me menu. Prandaj ata po vendosin si po vendosin, është çështje e diasporës, është e drejtë e tyre. Askush nuk ka drejt me i përbus atë drejt tyre. Mbi çfarë drejte quhen toni njerë këtu thot qysh diaspora po voton s'voton. Po mbi çfarë drejte ti pithu dikoj na zhva voton. Njëjtë si ku këtu mi thon dikoj na, shka ko lidhje. Thot është absurd. Mos ja mohani, tek i fundi veti dia bani se diaspora së renalni, realisht shka voton tek voton. Po mirë është mjero pak, me ecë pak për tuke,